Kanceri i prostatës. I heshtur por i rrezikshëm. Kanceri i prostatës është një formë e zakonshme e kancerit që prek gjendrën e prostatës, pjesë e sistemit riprodhues mashkullor. Zhvillohet ngadalë dhe shpesh nuk jep shenja në fazat e para. 2. Shenjat paralajmëruese. Vështirësi në urinim ose rrjedhje e dobët e urinës. Ndjesi se fshikëza nuk zbrazet plotësisht. Urinim i shpesh, sidomos gjatë natës. Gjurmë gjaku në urin ose në sperm. Dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, legenit ose kofshëve. Humbje e dëshirës seksuale ose vështirësi në ereksion. 3. Si vjen dhe çfarë e shkakton? Faktorët kryesor të rrezikut. Rreziku rritet pas moshës 50 vjeçare. Historia familjare me kancer prostate. Dieta e pasur me yndyrna shtazore dhe mish të kuq. Mbipesha dhe mungesa e aktivitetit fizik. Nivelet e larta të testosteronit, hormon mashkullor. 4. Ushqimet që e nxisin. Mishi i kuq dhe mishi i përpunuar. Produktet e qumështit me shumë yndyrë. Ushqimet e skuqura ose të djegura me vaj. Alkooli në sasi të mëdha. Ushqime me shumë sheqer dhe konservues. 5. Fakte që shumica nuk i din. Shumica e rasteve zhvillohen pa simptoma, zbulohen vetëm nëpërmjet analizave. Një analizë e thjeshtë gjaku, PSO, mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm. Nuk është gjithmonë vdekjeprurës, në shumë raste trajtohet me sukses nëse kapet herët. Disa ushqime si domatet e gatuara, likopeni, mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut. 6. Nga çfarë të ruheni? Mos e neglizhoni urinimin e vështirësuar. Bëni analiza të rregullta nëse jeni mbi 50 vjeç. Kujdes me ushqimin, shmangni dietën e rëndë me mish dhe yndyrna. Lëvizni dhe mos rrini shumë ulur. 7. Këshilla për parandalim. Bëni kontrolle vjetore për prostatën pas moshës 50 vjeçare, hani shumë perime me ngjyrë të kuqe si domate dhe speca. Përdorni vaj ulliri dhe hani ara për yndyrna të shëndetshme. Kufizoni mishin e kuq dhe rrisni konsumin e peshkut. Mbani peshën nën kontroll dhe bëni aktivitet fizik rregullisht.